Gjatë vitit 2025, vendkalimi kufitar Bllath ka regjistruar një rritje të ndjeshme të qarkullimit, megjithëse mbi 1.400.000 udhëtar në të dy drejtimet. Prej tyre afro gjysma janë regjistruar në hyrje dhe afro 700.000 të tjerë në dalje, duke shënuar pothuajse dy fishim krahasuar me vitin 2024, kur numri total i kalimeve ishte afro 835.000 udhëtar. Paralelisht, vendkalimi tjetër Gjepisht-Trebisht është përdorur nga rreth 47.000 udhëtar gjatë vitit 2025. Ky vendkalim përdoret kryesisht nga banorët e njësisë administrative Trebisht të Bashkisë Bulqizë. Kjo shifër më e ulët të krahasuar me vitin 2024 dhe mendohet kryesisht për arsye të braktisjes së zonës. Ndërkohë, ekspertët e lidhin rritjen e numrit të përdoruesve të doganës së Bllathës me ndërtimin e rrugës Arbërit, e cila i ka dhënë një impakt tjetër komunikimit të shtetasve të Maqedonisë së Veriut, por jo vetëm me vendin tonë. Për shkak të shkurtimit të distancës mes Dibrës së Madhe dhe qyteteve të tjera të afërta me të, me Tiranën, kryesisht në fundjavë 10 qindra shtetas të Maqedonisë së Veriut përdorin doganën e Bllathës për të ardhur në vendin tonë. Po ashtu qarkullim në rritje ka njohur edhe në hyrje të vendit Fqinj, ku kryesisht banorët e Bulqizës dhe Dibrës e shfrytëzojnë Dibrën e Madhe në fundjavë për të furnizuar me karburant automjetet e tyre për shkak të çmimeve të ulta atje, si dhe për të blerë produkte të konsumit të përditshëm në vendin Fqinj.